Aktakuza e ngritur nga Prokuroria Speciale ka zbardhur shumë çka nga aktiviteti i Fatmir Shehollit si akuzuar për spionazh tek bija serbe dhe për shantazh. Sipas aktakuzës së ngritur sot, Sheholli është i rekrutuar nga shërbimi sekret serb dhe për një kohë të pacaktuar ishte në shërbim të plotë të shërbimit të bijës serbe. Për këtë çështje, sipas aktakuzës, pretendohet se një nga punët në të cilat ishte i angazhuar Sheholli ishte edhe destabilizimi i Kosovës. Kjo pasi një nga provat e përfshira në aktakuzë është edhe një dokument i klasifikuar si Top Secret 2 i gjetur në telefonin e Shehollit. Në dokument paraqitet një plan politik dhe strategjik, plan përmes të cilit sipas prokurorisë synoi krijimin një atmosfere në të cilën Kosova do të perceptojë si shtet i radikalizuar dhe ekstremist. Poshtë në Kosmet duhet të krijohet atmosfera, ashtu që njerëzit e ndihen sikur po jetojnë në një shtet të huaj, kështu që një pjesë e rinisë do të ikë jashtë Kosovës dhe një pjesë do të vendosin për fenë islame. Pas 20 viteve, Kosova do të duket si Kandahar, fuqitë perëndimore do të ndryshojnë mendimin për Kosovën dhe kështu do të vendosin për kthimin e Kosovës në jurisdiksionin e Serbisë. Pjesë të agjendës Sheholli kishte edhe publikimin e disa shkrimeve në media të ndryshme të Kosovës. Një pjesë të shkrimeve duket se vendosi të publikoj përmes gazetarit Milaj Mzeka, i cili sipas aktakuzës ka pranuar 1.000 euro për këtë çështje. Në këtë takim ndërmjet të pandehurit Fatmir Sheholli dhe gazetarit Milaj Mzeka, vërtetohet dyshimi i bazuar mirë se materialet e siguruara nga i pandehuri nga bija, përkatësisht nga Bojan Dimiq, të vërtetuara edhe përmes masave të veçanta hetimore. I pandehuri Sheholli vepron sipas planit të organizuar dhe me qëllim ushtrimit të presionit dhe shantazhit ndaj Nehat Drashić dhe zyrtarëve të tij, duke i dorëzuar Milaj Mzekës materiale për publikim, ndërsa në këmbim të tyre, ky i fundit vërtetohet se ka pranuar shumën prej 1.000 euro. Në aktakuzën e prokurorisë theksohet edhe një plan për diskreditimin e kryeministit në detyrë Albin Kurti. Fotografia me numrin 2 pasqyron një dokument, i cili është nënshkruar nga shefi i sektorit 3 të sigurimit shtetëror serb dhe përmban një plan operativ për komprometimin e Albin Kurtit, tani ushtruesi detyrës si kryeministrit të qeverisë së Kosovës, derisa ishte në burgun e Nishit. Dokumenti sipas prokurorisë ka datën e vitit 2001. Në aktakuzë janë publikuar edhe përgjimet të cilat i janë bërë Shehollit, përmes të cilave treguohet se si u shantazhua një biznesmen, si dhe zbulohet se si synonte Sheholli që t'i realizonte detyrat e bijës serbe. Fatmir Sheholli u arrestua me 9 tetor të vitit të kaluar, ndërka shpreha asaj kohe është në paraburgim.